Zjarri që përfshiu mbrëmjen e djeshme një zonë pyjore në Andopoçi në bashkinë Gjirokastër është vënë plotësisht nën kontroll falë ndërhyrjes së strukturave zjarfikse dhe institucioneve të tjera. U shmang rreziku për banesat dhe fshatrat përreth. Flakët përfshin një sipërfaqe pyjore dhe pas një operacioni që zgjati disa orë, ndërhyrja e forcave në teren bëri të mundur izolimin e vatrës së zjarrit, nga i cili u doq një sipërfaqe e konsiderueshme me pyje dhe shkurre, ndërsa nuk raportohen dëme në banesa apo pasoja për banorët e zonës. Ndonse flakët tashmë janë shuar plotësisht në këtë zonë, mbeten të dukshme gjurmët e zjarrit, sipërfaqe të tëra me bimësi janë djegur, ndërsa autoritetet vijojnë monitorimin në teren për të shmangur çdo mundësi riaktivizimi të vatrave. Në të njëjtën kohë, organet ligzbatuese kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e rënies së zjarrit. Periudha e verës vijon të mbetet me rrezik të lartë për përhapjen e zjarreve për shkak të temperaturave të larta dhe thatësirës. Autoritetet ju bëjnë apel qytetarëve të tregojnë kujdes maksimal, të shmangin ndezjen e zjarreve në ambiente të hapura dhe të njoftojnë menjëherë shërbimet emergjente nëse konstatojnë vatra zjarri për parandalimin e dëmeve në mjedis dhe rrezikimit të jetës së banorëve.